Vetëm fare dera në Chelsea. Vjetë shoni sane për Anglije, se kemi ndërë së mdile. Qatë bëjmë? Me shpirt dhe kam besim që do kthehet me shpirt. Me gjithë është me letra, po sot nuk ka ku kthehet se ka gjithë ne për të fshi. Nuk ka ku në merë ato mjetet financiare, se të ketë mjetet financiare, a i nese kthehet këtu. Shkojnë e vinë, kam për të shku, si mas menimit tim, do kthehen prapë. Se ka për të mungop. Luj. Kam bastan hedhur për dridhë mund fund të kujt lidhë. Një fjallë luj ka luj. Këtu. Po se sa shkojnë, nuk e di. Si pas censit 2023, Burreli ka 2934 banor, më pak se sa në vitin 2011, një rënje prej rreth 27% në 12 vite. Në parkun Geraldin, takojmë 78 vjeçaren Fatmira Sulaj. Me vdekjen e bashkëshortit dhe 3 fëmijët në emigrim, për të qenë më afër me spitalin, por edhe më afër me fqinj, Fatmira është vendosur nga fshati Batër e Vogël në Burrel. Një djalë ka në Turqi për mjekim, një në Angli dhe një vajzë në Itali. Kam pranina prunë Kalamat, se kishim afër spitalin. Në atje do vite taksia nuk ete mrena ke shpia, do të nasoshin krah, për shenë sonë si theva krahin, kanë shokë shumë e barrel, një ke maqina. Në këshu pranina prunë. Fatmira ka tentuar disa herë të qëndrojë te fëmijët, por gjithmonë e sforcuar. Për zotin në Angli nuk rrihet. Njef një. Fëmija janë punë të gjithë, këtë në punë. Vinë namet vinë lëthë e rënon. Që të bësh? Ne dhe hetë di muje gjyse, muje gjyse, kom nejtë. Po, se më pëlqe kur mua që, po që të bëj? Si të gjelone tak, që të bëj? Në tja rrihet në Anglisë, di gjus, di kur gjanë. Udhëtojmë nga qendra e Burrelit drejt një prej fshatrave më të njohur të Matit, Gurra e Vogël. Dikur me 830 banor, i vendosur mes maleve, ky fshat është i njohur për kullat shumë vjeçare, të cilat të ftojnë t'i vizitosh. Kulla i Imer Kurtit është e trashëguar prej 8 brezash. Imeri ka 2 djem, një në Burrel dhe një në Tiranë, djem tek të cilët mban shpresa për të trashëguar shtëpinë e tij 400 vjeçare. Nuk e do kullën, dhe ta trashëgoj deri në fund. Thënë fëmija, o vinë atje, unë tjetër, shtëpinë nuk e lënë. Më ka thonë mua, thërë, po këtim, e ne rrenë babën, po më ka thonë nuk e lëmë kullën. Se e shefte ajdi pasër, o me një bukur, se njëtë ka të bëjnë sani, njëtë ka të bëjnë njeriu. Me shku, nuk shtohet aja. Nëse Fatmira nuk pranon të Anglin, Imeri refuzon edhe Tiranën. Si emigrimi, po ashtu edhe emigrimi i brendshëm është rëndes për moshën e 3. Unë nuk i di shpejem. Të dve si që di, unë s'kaj ke Kalamajt as i herë. Kalamajt më rasë e dhunë, le të vinë. Tha dhe vogë dhe hajtëm Tiranë, ba, prim atje, mërë në nanën, hajtëm prim atje. Shkon të banë Tiranë. Së në leon venin tim këtu. Ajri. Të kur shkem Tiranë, të e mësu, i një mësu ju. Kur shkem Tiranë, mësu më shem me frymë. Kur e pyes Imerin a ka diçka që i mungon infrastrukturës së fshatit, ai është i kënaqur dhe pretendon se tashmë Gurra ka hyrë në Evropë. Shqipëria zotit, thash Gurra e Vogël, hini në Evropë para shtetit. Se si dhe vinë ujti, e kemi aty. Dritat jemi, rrugën e kemi, në Evropë jemi, në kemi qku. Ndryshe nga Imeri, kryeinfermieri i qendrës shëndetësore Gurr, Ibrahim Ahmati, tregon se mungesa e rrugës në zonën ku banon ai shpesh e ka penalizuar edhe në pritjen e pacientëve. Në fshat është infrastruktura e lodhshme, sepse ka shku deri ku ka shku asfalti, po natyrisht infermieri ka për të ecën kam. Në të fshat ku jam. Sidomos kohën e dimrit është një lagje këtej për tek të malin këtu quhet lagja Lezaj. Janë 120 frim, e ka vështirë dhe helikopteri për dimet. Bile një infermier, një rast, i kishte thamë në telefon të smojit që merr Ibrahimin, se unë i shënrip, se deri kur vi unë atje, o ke vdek e o je shnosh, s'ke nevoj ma, sepse a vështirë për shkut, maja
të marrë një njërin qerek në kam. E ishte bore aku, i kishte vështirë, ai ishte invalid në të kohën. I a shovon, po në mund mbajti një orë gjysmë. Pra deri ku shkovon, shqyqyrë zot, i kishte ratë temperaturë, ai kishte kthy më mirë. I smuni vetë. Amati prek edhe një plagë të sistemit shëndetësor, mungesën e medikamenteve, pavarësisht të kurrjes së popullsisë në fshat. Plagë e cila shpesh ka nxitur edhe protesta në Tiranë përpara Ministrisë së Shëndetësisë. Për shembull, kam pas raste që kam pas nevojë për oksigjen. Që se kam pas. Kam pas nevojë për kateter, se të kam fëmijë, për të kateterizu, që se kam pas. Kam mungu. Dhe jam detyruar ta qej në spital. Në Burrel? Në Burrel. Kam filluar punë në fshatin tim në 97, se kam pas punë në Suq më para. Kur kam filluar punë ka qenë 1200 banor. Tani është 800 banor. Pra, do të thotë që 400 banor kanë lëvizje, kanë ra poshtë në Durrës, Tiranë. Në 8 vitet e fundit, nga të dhënat e urdhrit të infermierit, janë mbi 5400 infermierë që kanë plotësuar dokumentacionin për Gjermani dhe Itali. Mungesa e personelit mjekësor ka sjellë që edhe shumë qendra shëndetësore të shkrihen me njëra tjetrën. Që kanë marrë dhe nuk kanë ardhur fare në punë këtu, kanë filluar punë në Tiranë me perspektivë për Gjermani, që duam të ikim për Gjermani. Që na kanë thënë sa herë që jam të filluar provizorisht këtu në Tiranë dhe sa të bëjnë se do hik për Gjermani. Kanë bashkuar dhe Xiprin me Klosin, po diku. Për të dhënë një shërbim më të mirë, mos, nuk kanë për gjë tjetër. Kanë bashkuar dhe bazin me Ulzën, që kanë qenë dy, nga gjithë rreth në matit, që aktualisht në rreth tjetër nuk ka bën, se kom ju sa bën. Dëshira e brezit të tretë është për të mos i lënë sofrat, por se sa do t'i rezistoj kjo dëshirë vetmis dhe pamundësive fizike që sjell mosha, kjo mbetet për tu parë. Të vetmit që humbim nga kjo boshatisje e fshatrave drejt qytetit, qyteti drejt perëndimit, jemi ne. Do me thënë, mendoni që edhe mund të lëvizni një ditë prej këtu? Po natyrisht si të mos vinë fëmijët këtu. Me këtë rri këtu si të ngel. Me këtë rri këtu.